normal që këtë do të ofroj, por nuk më një ban këtë zëvendës kryeministra, as nuk më jep tonëve ministri, pas nuk ja ban ka një komunë me shumicë kësi. Kështu që këtu zoti Kurti besojnë këtë raundin e dytë negociatave, tash i cili unë bequj që kanë më uqujtë më negociata, jo takime. Ato të parë kanë qenë takimbe me matë pak impulsin. Tash krejt jemi në dorën e zotit Kurti, donë me bu një qeveri me 62 numra, apo donë me raqun vendin zgjedhje, apo donë me zhagit me raqun zgjedhjet lokale, sepse kur nuk ka qenë pozicion më të mirë, zoti Kurti edhe me raqun zgjedhje pra për vetën. Fajnë e mbonaj personalisht nëse vend në shkon zgjedhje, apo? Qa quim faj? Përgjithsi. A bani juve diçka mi ju thonë? Përgjithsi. E kam një përshtypje. Përgjithsi. Ata vazhdoj atë mesazhet hipotetike që i thash edhe para ti. Mesazhi i Lumirit që i tha të lutem mos baj gore ka pe bane qeverisë si më kërka. Tash ai pjakten ha çush duja baj se ti më gje mu çush kërka qeverisë bashkë. Kështu që kur man pozicion të mirë, Albin Kurti për me këshyr pozicionin e vetë politik nuk ka qenë. Se më raqun zgjedhje që tash, jo që zbret, por rritet vetë vendosja. Që për ty s'është pozicion të mirë, rritet. LDK-ja, unë menoj që LDK-ja, mis ta thëmë edhe këtë fundit. Mes ta thëmë edhe këtë fundit. Je inkoherent. Ta thëmë edhe këtë. Unë menoj që mrena për mrena LDK-s, madje edhe që i koqitet për 1 ose 2 vota, kanë me lujt në i farë skenari që një marë aty dullit botë qeveria. Trekti votash. Nuk është qështje trektie, është qështje... Moralit parimit. Dëgjom, e për presidentin si ndodhen, ata nejten? Njët. Po tashi, njët. Ata kalkulojnë si... Cila është domi ma i vogël... Adem Hoxha ka votuar. Lili Adem Hoxha, po flasim për LDK-n. Cili është domi ma i madh për LDK-n që të fazë? Nëse shkojmë zjedhe. Nëse shkojmë zjedhe LDK-n e mëzate shkatrua. E paraqykon rezultatin e LDK-s? LDK pati rritje. Pa qëfar rritja rëpar zota e mas 4 vjetë në opozit, me gjitha të reforma që i boni, me gjitha të pare që lëshun nga oligark, me gjitha të glamorozitet në fushat, me gjitha të me mëndzi dul, plus dul që u vjedhen edhe votat e medvetit, LDK-ja nuk është në situatë që donë me shumë zjedhe. Nuk jo në situatë mirë as parti tjera për të fundë. Përveç vetëvendosja. As vetëvendosja? Përveç vetëvendosja. As PDK, Se nuk është thash i vetëm nuk është vetëm pak, drenor, vetëm pak. Se nuk është vetëvendosja. Se nuk është vetëvendosja. Sepse edhe brenda vetëvendosjes ka pafund akuza për për çka? Për deformim të vota nga njëri tek tjetri. Po dallimi vetëvendosjes. Sa radhë s'ka. Dallimi vetëvendosjes dhe PDK ata pe menaxhojnë aktualisht këtë. Po pikërisht që ky menaxhimi pe menaxhojnë për brenda. Berisha ka thënë i ka marr 40.000 vota. Jo sigur, thot ka video për deformim. Kështu që ky debat, deformimi i vota brenda partisë, nuk është hera parë që ndodh. Me thënë drejt, drenor. Po, me dalë publik. Një kryeministër që ka qenë kryeministër. Ma thuj, që po ta të reqi paralel çka vërejta une. Dhe shefi grupit parlamentarë thotë që ka vjedhje grup kriminal. Mrena për mra subjektit, kjo për herë parë po ndodh. Në inkoherent po majtë në zgjedhjet. Se çështja është tash po luftohet me këtë lloj teknike të shantazhit, nëse mund ta them ashtu ndaj opozitës. Ju thatë që Kurti është ai që çon vendin në zgjedhje, apo? Realisht që ose zgjon partner ku edhe Kurti vendos, apo? Po si ta tjerë s'u bojnë. Tash. S'u bashkohen. Cili është argumenti i Kurtit për zgjedhje? Mund t'i përsërit situatat e vitit 2021? Pse mendoni që mund t'i përsërit? Paraforsisht atë është. Pse? Ma thuaj argumentin. Sepse thotë unë çova. Në vitin 2021 ka thënë kanë rrezuar nga pushteti. Kush po rrezon tash? Sepse kanë bë blok. Po provojnë me bë blok. Kush? Parti tjera. Se statutori ofrova LDK-s, kërkesë publike s'dan me diskutu me mu. Si, qa flet vë? Cila LDK? E cila LDK? godit LDK-n? Unë e mbojnë men, sepse mbojnë men gjithë për neve dhe shikus. Se po e godit LDK-n? E cila në mënyrë demokratike ka thënë, unë pajtohet me statusin e opozitarit. Tjetër gjë është që kushtet e saj të forta për të bërë një alternativë anti-Kurti nga opozita në bërë qeverisë, e pamundësun fikën kandidat e shpresës. Tjetër gjë është kjo. Por, dallimi me vitin 2021, Kurti ka thënë dhe ka flajtur, është rrëzuar në kohë pandemi, apo? Tash nuk ka pandemi. Apo jo, drenori. Nëse vendin ndikuar që në zgjedhje, në atë kohë thoshte Grenelli ka qenë në zgjedhje, Grenelli ka rrezuar. Tash ka i bie. Tash ky pe çon Edhe në diçka dhe vetë kam qenë jashtëzakonisht shumë kurrështor me forë rezultate me nëndë shkurt. Nuk e kemi ditë që i merr mbi 40%, as nuk e kam prit, ju tham sinqerisht. Ata qytetarë që po e shohin këtë rezultat sot,
Ata kanë mendje edhe në zirë të ashme dhe nuk jenë interesuar.